duke u lutur shumë, nëse fjala bie lutur shumë me lutjet kuranore, dhe mediton mbi lutjet kuranore, mediton mbi ato shembuj në Kuran që i kemi ku Allah na ka mësuar se si të lutemi, ose se si janë lutur profetët, ose se si janë lutur njerëzit e mirë e kështu me radhë. Vëmë re për shembull fjala bie që në Kuran në të shumtën e rasteve kur bëhet fjalë për kërkesa, kur bëhet fjalë për do thotë për lutjet të cilat Allahu i që përgjigjur robëve të tij, e gjejmë që zakonisht ata janë lutur duke e thirrur Zotin e Madh me emrat që kanë të bëjnë me hynishmërinë e tij. Do thotë kanë të bëjnë me emrat që përshkruajnë do thotë realitetin e tij hynor. Për shembull, zakonisht lutjet që Allah i përmend në Kur'an, e të cilave jo është përgjigjur, fillojnë me o Zoti ynë. Fillojnë me o Zoti ynë, dhe këtë e ka vënë fjala bie për shembull Sheikhul Islam Ibn Taymija, ku thotë që zakonisht në Kur'an lutjet që janë për të bërë kërkesa fillojnë me o Zoti ynë, ndërkësh lutjet që janë duke lavdruar Zotin janë me o Allah. Për shembull, kjo domethënie është shumë e rëndësishme për arsye se e kupton që ti kur ti përgjërohesh Allahut, edhe i lutesh Allahut, duhet ta ndjesh që ai është Zoti yt, duhet ta ndjesh që ai është kujdestari yt, duhet ta ndjesh që ai është furnizuesi yt, duhet ta ndjesh që ai është krijuesi yt, saktësisht duke thirrur Allahun subhanahu wa taala me këtë emër, o Zoti im, o Zoti ynë, ti vetë domethënë e aktivizon ndjenjen e robnisë tënde edhe të absolutësisë së Allahu subhanahu wa taala. Do thotë e ndjen absolutësinë e Zotit tënd, e ndjen plot fuqishmërinë e Zotit tënd, edhe rrëdhëmisht e ndjen pa fuqinë tënde dhe varfërinë tënde dhe nevojën tënde për këtë Zot të plot fuqishëm.